إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë ditë madhështore. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall nga të mirat e këtyre ditëve Allahu Azza wa Jall mos na privon. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu hajilerve, misafirve të ti, Allahu Azza wa Jall që pranon. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall në vendlindjen e tyre Allahu Azza wa Jall t'i kthen të pastëruar nga mëkatet. Pra vëllezër të ndershëm, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga një sahabi i quajtur Ka'b ibn Ujra, i cili kur e ndëgjoi fjalën Allahut Azza wa Jall, por dhe shokët e pejgamberit Allahut Azza wa Jall kur e ndëgjuan fjalën Allahut, që Allahu Azza wa Jall zbriti një ajet të madh në Kur'anin Kerim, që sikur kjo ajeti nuk e ka zbrit Allahu Azza wa Jall para skend, përveç se për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajetin të cilën e zbriti Allahu Azza wa Jall, ajetin të cilën e zbriti Allahu Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Kerim: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu çon salavat mbi pejgamberin Allahut. Melekët çojnë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para të Allahu Azza wa Jall në këtë ajet na porosit që ne të çojmë gjithashtu salavat dhe selam mbi pejgamberin Allahut. Dhe kur u pyet Imam Suyuti dhe i thanë se s'ka dyshim se çdo mrekulli që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall çdo pejgamberit, një ndër mrekullit që ja dha Allahu Azza wa Jall dhe nderoi babën e njerëzimin Ademit alayhis salam, Allahu ja nënshtroi melekët në shenjë respekti dhe nderi për uli melekët i banën sejdë Ademit alayhis salatu wassalam. Çfarë i dha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që mund të krahasohet me këtë mrekulli që ja dha Ademit. A din çfarë u përgjigj Imam Suyuti? Tha: nëse Allahu Azza wa Jall vetëm një herë në jetën e melekëve Allahu Azza wa Jall i nënshtroi melekët në shenjë respekti dhe ju parolën Ademit alayhis salam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Allahu e çmoi dhe lartësoi edhe më shumë se Ademin, nga se Allahu Azza wa Jall jo vetëm një herë, po vazhdimisht i porosit Allahu Azza wa Jall melekët të çojnë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra çokët e pejgamberit Allahut e pyetën dhe i thanë: ja Rasulullah, selam ne e ditëm u mësuam nga ti si t'japmi selam, nga se në ato kur që ndërojshin orën në të jatë, nuk e lexojshin e të jatën derisa mësoj pejgamberi Allahut çfarë të bojnë, dhe si të thojnë tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Transmeton Abdullah Mesudi, i cili thojshmi pejgamberin Allahut kur ishte gjallë dhe na i falte namazin dhe ishte pranë nesh, na kur e lexojshmi tahiyatu i thojshmi assalamu alayka ayyuhan nabi. Mas vdekjes pejgamberit Allahut nuk tham mon këtë formë, mirë po tham Esselamu alen nebi. Pra ne mësuam se si t'japmi selam ja Rasulallah, mirë po ja Rasulallah si qojmë në salavat në biteje. Pejgamberi Allahu tha, kolo thoni,
Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد që do të thot o Zoti madh lavdëroje Muhammedin dhe familjen e tij ashtu siç e lavdërove Ibrahimin dhe familjen e tij nga se ti je o Zoti madh i lavdëruar i falemderuar dhe ço begati mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij ashtu siç love begati mbi Ibrahimin alayhis salam dhe familjen e tij nga se ti je i lavdërueshëm dhe ti je i falemderuar. Pra e do të ndërshëm ne çdo herë e lexojmë këta namazin e ton derisa disa dietar si Imam Nevaviu që thot ai që nuk i çon salavat pejgamberit Allahut në namazin e tij nuk ka namaz. Pra ka mendim të dietarëve se salavat mi çu pejgamberit Allahut është farz në namaz, mirë po më e çuditshme në këtë salavat është se çfarë dalloi Ibrahimin alayhis salam nga qerër pejgamber. Ne nuk bëjmë dallim mes pejgamberëve të Allahut i besojmë të gjithë. Siç kanë transmetime se kanë ardhur më shumë se 124.000 pejgamber. Çfarë boni dallim, çfarë e dalloi Ibrahimin alayhis salam që neve na porosit pejgamberi Allahut që të lutemi Allahut azza wa jall që Allahu të çon salavat dhe Allahu azza wa jall të zbret begati mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në atë formë si çoj salavat mbi Ibrahimin alayhis salam familjen e tij dhe si që Allahu azza wa jall zbriti bereqet mbi Ibrahimin dhe familjen e tij. Para të lejo të ndërsëm në pikat të shkurta do të flasmi ne çfarë na lidh neve me Ibrahimin alayhis salam që ta kuptojmë se në çdo namaz ne jemi porosit që të thojmë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nga se vëllezër të ndërshëm krejt popujt pretendojnë se Ibrahimi alayhis salam është nga safi tyre. Që i fotët pretendoshin dhe thoshin se Ibrahimi është i jon. Krishterët thoshin Ibrahimi është i jon. Mirë po Allahu azza wa jalla ndamtojnë në shumë ajete në Kur'anin e Kerim. Kush janë më të afërt me Ibrahimin alayhis salam? Tha Allahu azza wa jall inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu ma. Më të afërmit, miq më të afërt të Ibrahimit janë ata që e kanë pasu Ibrahimin në besim. Dhe kjo është pejgamberi Allahut, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më i afër, më meritor që të jetë më i afër me Ibrahimin dhe ata që kanë besu. Pra kush janë më të afër me Ibrahimin alayhis salam? Ata të cilët e kanë pasuan Ibrahimin alayhis salam në çfarë çështje? Në çështjen e besimit dhe të dërshëm, para të thua dietar komentator të Kuranit Kerimit, ku Allahu azza wa jall i tha Ibrahimit alayhis salam inni ja'iluka lin-nasi imama. Ti o Ibrahim do të bëj unë imam. A di çfarë imam Ibrahimin e boni Allahu azza wa jall imam të tauhidit dhe të besimit. Imam i njëshmërisë Allahut azza wa jall. Sot në dalin disa ndacak të cilët pretendojnë se ani fe Ibrahimi. Pretendojnë ato kinë se këtë fet mi bashku me një tempull, me një ven. Krishterët ani se pretendojnë se Isaja është gjali Allahut, ani se që i fototojnë Uzeiri është gjali Allahut, ani se muslimanët i besojnë të gjithë pejgamberët dhe nuk i bashkujnë Allahut azza wa jall. As fëmijë e as gëru, dhe ato janë të cilët i takojnë suratul Ikhlas lem yelid wa lem yulad wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Për fat të keq në botën arabe kaloi thuaj se kjo periudhë që pretendohet dhe mendohet që të krijohet një fe e re me emrin fe Ibrahimit. Fe Ibrahimit alayhis salam, fe e tauhidit dhe njëshmërisë. Për atë Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim na ka porosit dhe ka porosit pejgamberin Allahut që na ta pasojmë Ibrahimin alayhis salam. Çfarë ta pasojmë Ibrahimin alayhis salam? Që ta dini me rëndësi se ne
Përse e festojmë Kurban Bajramin, çka ka të bëjë Kurban Bajrami? Çfarë simbolizon Kurbani? Kurbani, vëllezër të ndershëm, as që simbol i sakrificës para therjes së Kurbanit. Që ta dim se pse ne kena shpenzu dhe pse për çdo mot ne manifestojmë, festojmë dhe thermi Kurban. Nga se ne i takojmë Ibrahimit dhe fesë e Ibrahimit a.s. Ndëgjëre vëllezër pika të shkurtë se Ibrahimi ka qenë imami monoteizmit, pra imami tauhidit, ai që ki u distancu dhe nga baba vet, ai që në kohën kur lindi në Irak u ballavaqu me tre lloj njerëz pagan, që ai dhurojshin dikën tjetër pos Allahun Azza wa Jall. Dhe i damantoi të gjithë këto tre palë, disa i adhurojshin i dyjet në qiell, disa i adhurojshin pra hanën dhe diellin, dhe Ibrahimi a.s. i demantoi ato, si që dim në Kurani Kerim, e ajo belaja me e madhe ishte që prindi ti, ishte që gdhente idhuj dhe disa qerë i adhuronin idhujt. Dhe Ibrahimi a.s. e këshillon të në formën më të budë, më të mirë babën e vetë, që të heke dorë nga kja adhurim, si ka mundësi njeriu që ta gdhen një status një statuj të gdhen dhe me dorën e vetë, e pas taj ajtë pretendon se është Zoti ti. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye ta kuptojmë pse Islami i ka ndalu statuj. I ka ndalu Islami se ne i takoj fes Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. nuk i ngriti ato, nuk i manifestoj ato, nuk i çmoj ato, nuk i gdhendi ato, po Ibrahimi a.s. i rënoi ato. Dhe ne jena në fenë e Ibrahimit a.s. për ata të gjithë të cilët prezentojnë në namazin e Kurban Bajramit, e pastaj i shkojnë dhe për t'i hapën tempojt e njerëzve të cilët kanë ndru jetë, ata të cilët ja ikin çarshafin, tempojve i idhujve dijen se ata nuk i kanë mirë punë me Allahun Azza wa Jall, dhe në t'i birë vetës mas besimit vetë, nga se i feja Ibrahimit a.s. a ka qenë rënimi statujve, gjithashtu dhe kishte njerëz që i adhuronin prisat e tyre. Njani prej aty ishte i Nemrudi dhe këta e mposhti Ibrahimi a.s. dhe pagujti shtrenjt vëllezër të ndershëm në veçanti kur i rënoi idhujt, që e hodhën në zjarr me gjithata para mendonin se e hodhin Ibrahimin a.s. zjarr derisa presin që mos shofin mo Ibrahim, vetëm se i shkrim në zjarr. Ngritët Ibrahimi a.s. dhe del prej zjarit dhe njerëzit e dëshmojnë në vend se njerëzit të ndërshtrohen Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e shpalos Kurani Kerim që Ibrahimi kur del prej zjarit, një mrekulli e çuditshme që ka ndodhur, thot Allahu Azza wa Jall, e boni që lutin t'i pranon Islamin, veç një njeri e pranon Islamin. Çfarë na lidh neve me Ibrahimin? Ibrahimi a.s. anë fen e monoteizmit, besimit në një Zot. Për atë Allahu Azza wa Jall na ka porosit që ta ndjekmi fen e Ibrahimit a.s. që Ibrahimi a.s. thot Allahu Azza wa Jall, wa men yarghabu an millati Ibrahime illa man safiha nafsa, dhe nuk e lën fen e Ibrahimit vetëm ai që e ka nënvlerësu vetën e vetë. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Ne kemi zgjedhën Ibrahimin a.s. këtë dunja dhe në akiret do të jetë nga të mirit. Nga të mirit do të jetë Ibrahimi a.s. Imami cili publikoi besimin, ai që për Allah e la vëdlingjen, ai që për Allah e la familjen, ai që o sprovua me sprova të ndryshme. Pra që fa na lidh me Ibrahimin a.s. fjale të uhidit besimit në një Zot, ka ngel prej në kohën e Ibrahimit dhe Allahu Azza wa Jall thot, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dhe Allahu Azza wa Jall fjalen e të uhidit besimin e kalon Allahu Azza wa Jall të pavdekshëm, nuk vdes dhe në kiamet. Baba i pejgamberëve vëllezër të ndershëm Ibrahimi a.s. Para të vëllezër të ndershëm farhaki kena Ibrahimit, çfarë na lidh me Ibrahimin, është imami tauhidit një, imami besimit që i pejgamberi Allahu ka thënë që të besim që ka thirr Ibrahimi a.s.
E dita thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, huwa alladhi sammakumul muslimina min qabl. Thot Mujahidi Ibrahimi e ka përzgjedhur që neve të na emërton me një emër musliman. Edhe pse Ibn Abbasi thot Allahu Azza wa Jalla na ka kujtën musliman. Mirë po patret ke emën derisa Ibrahimi e rinjalli këtë emën dhe pejgamberi Allahu thirin këtë emën. Kush na emërtoi ne musliman? Baba i pejgamberi Ibrahimi alayhi salatu wassalam, huwa alladhi sammakumul muslimin. Pra neve na lidh me Ibrahimin alayhi salam kena hak, nga se ai na ka quajtur musliman që jemi ummet që jemi krenar që jeton sipërfaqen e tokë. Gjithashtu na lidh me Ibrahimin alayhi salam shumë norma vëllezër të ndershëm. I gjithë haxhi thuaj se është norm e Ibrahimit alayhi salam. Anë që ndërtoi Qabën Ibrahimi alayhi salatu wassalam. E mbaroi sikur këtë ditë, në ditën e Kurban Bajramit, e mbaroi rindërtimin e Qabës Ibrahimi alayhi salam dhe Ismailit, dhe Allahu Azza wa Jalla breveçoi Ibrahimin që t'i fton njerëzit në haxh. Haxhi Xhelil sot ju kam përgjigjen thirrjes së kujt? Thirrjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe tawafi që bëhet në ta. Është prej normat e Ibrahimit qëndrimi në Arafat, është nga normat e Ibrahimit gjuajtja e gurve, nga normat e Ibrahimit deri dhe sa'i, është nga normat e gruas e Ibrahimit Haxherit. Pra krejt këto rite të cilët ne shkojmë i krim agje janë normat e Ibrahimit alayhis salam. Para mendone se Allahu Azza wa Jalla se sa e ka çmu Ibrahimin që thot pejgamberi Allahut, mu paskon me morë mik dikan dunjo e kishta morë Abu Bekrin, mirë po thot pejgamberi juaj nuk ka mik në këtë dunjo, mirë po është mik i Allahut, nga se Allahu më ka zgjedh mua mik si që ka zgjedh dhe Ibrahimin mik. Pra vetëm dy miq Allahu Azza wa Jalla i ka veçu Khalilur Rahman, i ka quajtur pejgamberin Allahu dhe Ibrahimin alayhi salatu wassalam, e ka çmuar shumë Allahu Azza wa Jalla derisa vendin ku ka shkel koma Ibrahimit për të ndërtu Qabën, e ka preferu Allahu Azza wa Jalla që mas këti guri ne të bëjmë namaz. Parat Allahu Azza wa Jalla ka zbrit ajetën Kur'ani Kerim dhe ka thonë wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Falnu mas maqamit Ibrahim, për shkak se pejgamberi Allahu tu falte di reqat dhe lexonte në reqatin e parë kul jal kafirun pas elhamit dhe në reqatin e ditë kul huwallahu ahad, sunnet i pejgamberit Allahu që Allahu Azza wa Jalla ka çmuan këtë vend. Pra neve na lidhni me Ibrahimin alayhis salam një shtill e Islamit, akrirja e haxhit. Gjithashtu në këtë ditë Allahu Azza wa Jalla sprovoi Ibrahimin alayhis salam me sprovën më të madhe të jetës, nga se e dini se Ibrahimi alayhis salam nuk ka pas evlat. Allahu Azza wa Jalla ka nderuar Ibrahimin alayhis salam në moshën thuajse 80 vjeçare, kur i ka mush më shumë se 90 vjet. Ibrahimi alayhis salam e ka pa një ëndër, ëndrat e pejgamberëve janë hak. A di çfarë ëndër? E ka pa në ëndër se gjelin e vet ta ban kurban. Kanë cituan Ibrahimi alayhis salatu wassalam për ta therr gjelin e vet sakrificë për Allahun, që urdhin Allahut me çun në vend. Edhe ka konsultu me gjelin e vet dhe thot inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. O gjeli jem ka ba në ndër unë e tijet e se duhet me të bo kurban, qfa po thut ti? Ka thot djetarë të gjithë prindit janë të dështuar që nuk komunikojnë me fëmijët e tyre. Të gjithë prindit janë të dështuar ata të cilën gjemë të tyre i bojnë 13 vetë dhe nuk shoqërohen me to, nuk komunikojnë me to, mirë po përdorin dhunda i tyre dhe tentojnë që i të trajtojnë sikur se 5 vjeçarë. Për këtë arsye gjemë të tyre dhe fëmijët e tyre i dalin pi dore, ndërsa vëllezërit të ndërson për një çështje madhore, urdhin e Allahut për ta çuar në vend. Ibrahimi alayhis salam neve na dhani mësim, një mësim të shkëlqyeshëm që duhesh të komunikosh pa marrë parasysh se me çfarë çështje madhore të vogël apo të madhe komuniko me gjelin tënd, sikur të komunikosh me ta, të jesh i hapur me ta, do të kishe zgjidhje.
si që pas zgjidhe Ibrahimi a.s. me gjellin e vetë dhe vërtet e përmbisi që ta ban kurban. Mirë po Allahu Azza wa Jell, a që e shpëtoi Ismailin a.s. që ta gëzon zemrën e Ibrahimit, që ta gëzon zemrën e Haxherit dhe që ta gëzon neve dhe në ditën e Kiametit, në këtë festë të madhe ku Allahu Azza wa Jell e shpaguan Ismailin me një kurban dhe thot Allahu Azza wa Jell, vërtet kjo ka qenë një sprove madhe që me bo gjallin tënë kurban, me na i pas klip neve gjem me i bo kurban, a kish mi pranu me i bo, nëse ne ngurejmë sot për 100 euro apo 200 euro, që ta thermi një kurban për Allahun Azza wa Jell. Pra therja kurbanit a shenjë simbol e sakrificës dhe rikujtim historisë që ati që sakrifikoj për Allahun Azza wa Jell, më të shtrejtën, më të madhen, më të dashurin, atë e sakrifikoj vëllezër të ndërshëm gjallin e vetë. Kjo në lidh edhe kirit neve në lidh me Ibrahimin a.s. dhe ne të gjithë jemi ata që i bëjmë sinet fëmijët e tonë. Kjo është prej Ibrahimit a.s. dhe thuat gjithashtu vëllezër të ndershëm se ai që ka bon namaz para dite, si transmetohen nga selefët kapke Daudi Sulejmani, mirë po para tynve ka qenë Ibrahimi a.s. që thonë të pejgamberi Allahut e kini borç Allahut Azza wa Jell 360 sadaka në ditë që të jepni, mirë po nëse i bani direqat namaz para dite vullnetare e lani borxhin tek Allahu. Kush është i pari që e ka boket? Ibrahimi a.s. dhe thuat me një transmetim, i pari që i ka qelë konak, i pari që i ka qmu misafir, i pari që i ka nderu misafirat, është Ibrahimi a.s. dhe gjithata që i nderojnë dhe i madhrojnë me misafirat, janë ata të cilët i përngjajnë një pejgamberit të madh, Ibrahimit a.s. mikut Allahut Azza wa Jell. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Çfarë na lidh me Ibrahimin a.s. namazi jon vëllezër të ndershëm, nuk pranohet, thot pejgamberi Allahut, nuk pranohet namazi pa abdes. Dhe thot pejgamberi Allahut dhe nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtari, dhe kjo është nga feja e Ibrahimit a.s. Dhe transmeton Ibn Majah që pejgamberi Allahut mor një herë abdes dhe i lajti gjimtirat dhe veç ka një herë, e kur i lajti ka një herë, kur e përfundoi abdesin tha, nëse nuk i lani pra spaku ka një herë nuk pranohet namaz. Pastaj mor abdes pejgamberi Allahut dhe i lajti djerë, dhe kjo është më e mirë. Kur mor abdes pejgamberi Allahut dhe i lajti gjimtir 4 herë, tha pejgamberi Allahut, kjo është përsosja abdesit. Kjo është përsosja abdesit që ka në hadith e pejgamberit Allahut që lartëson lart në xhennet. Dhe tha pejgamberi Allahut, kjo është përsosja abdesit dhe kjo është abdesi sunnetit pejgamberit Allahut dhe sunnetit të Ibrahimit a.s. Abdesim pse ne i lajmë gjimtirët 3 herë nga se Ibrahimi a.s. që transmetohet ka qenë prej atinve që kur ka mor abdes e ka përsos abdesin e ti, dhe ne nuk na pranohet namazi nëse nuk kthemu në kiblet. Nga kthemu dhe të ndërshëm nga jo shtëpi që e ka ndërtuan Ibrahimi a.s. bashkë me Ismailin a.s. dhe ajo mamadhore në namazin ton aqëna lidh me Ibrahimin a.s. si që thash se në gjdo ullje thuaj se po në ulljen e fundit në veçanti neve doa t'i qojmë salavat pejgamberit Allahut duke lut Allahun Azza wa Jell që Allahut ta madhron dhe ta falemderon pejgamberin Allahut dhe familjen e tij dhe ta çmon pejgamberin Allahut dhe familjen e tij si e ka çmuan Ibrahimin a.s. dhe familjen e tij. A dini përse? Se Ibrahimi ishte njeri u maj përzgjedhur dhe ishte baba pejgamberëve. Nga se Allahu Azza wa Jell nderoi Ibrahimin me 2 djem, njëri prej atyre kishte emrin Ismail, tjetri prej atyre Ishak. Prej Ishakut ka nërë shumë pejgamber dhe ka përfundu pejgamber lëku der të Isai a.s. Ka nërë me qindra me mija pejgamber, ndërsa prej Ismailit nuk ka ardhën asni pejgamber, vetëm pejgamberi i fundit Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Ka thonë historianët cili është hikmeti dhe urësia që mos ketë pejgamber, nga se pejgamberi Allahut e ka pas vlerën sa krejt këto pejgamber që ka në ardhën pej të Ishakut të Isai a.s. Për këtë arsye u të ndërshëm ne lut me Allahut Azza wa Jell
që Allahu Azza wa Jall ta bekon pejgamberin Allahu siç e bekoi Ibrahimin dhe familjen e tij. E bekoi kur Allahu e nderoi me pejgamber pas pejgamberit, i dhuroi Ishakut, e Ishakut ja dha Jakubit, e prej Jakubit Jusufi, prej atin erdhi Haruni, prej atin dhe erdhi Musai, prej atin dhe erdhi Sali, prej atin dhe erdhi Hudi, prej atin dhe erdhi Jubi, prej atin dhe erdhi shumë pejgamber. Në vendet të shenjta që sot më bëhen masakra, fëmijët e muslimanëve vëllezër të ndërshëm në tokat e Palestinës, këto janë pejgamber të Allahut që jetuan në këto tokat të bekuara dhe ne lutim Allahun Azza wa Jall që mos ta mirim qetrin Bajram, vetëm se Allahu Azza wa Jall kriminalët helaç t'i ban. Lutim Allahun Azza wa Jall që vëllezërit tanë të cilët huajnë në Gazze, Allahu Azza wa Jall t'i ndihmon. Në këtë ditë Bajrami Allahu Azza wa Jall t'i gëzon. Ka se mjerim avëllëo të ndërshëm botën e civilizimit në shekullin 21, botë e civilizimit shiqon, ndërsa fëmijët gjegën të gjallë, nanat blesin në rëmuja, vdesin njerëzit të uritur, ndërsa ne vuajmë vëllezër të ndërshëm nga trashësia, ndërsa ne jemi bo vetëm si shiquas të tyre se çfarë po ndodh me to. Mirë po shpresën Allahun Azza wa Jall as e madhe, se ne kurbanët tona që e kemi sakrifiku për Allahun Azza wa Jall, ndërsa ato i sakrifikojnë fëmijët e tyre, nga se këto dua të ujitën me gjakun e të ndershmeve, nga se ato ke ndershme, ku pejgamberi Allahut ka thonë në akhiri zaman Islami do triumfon nga këto toka. Këto toka janë duke ujitën me gjakun e pastër të muslimanëve. Pra të lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'i gëzon ato me fitore. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu shahidët Allahu Azza wa Jall t'i gradon, t'i lartëson në xhenetet më të larta. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të plagosët e tyre Allahu t'i shëron, ndërsa ata të cilët zhvillojnë dhunë ndaj atyre Allahu Azza wa Jall t'i hakmirët. Dhe kjo inshallah nuk do t'jetë gatë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall kudreti dhe fuqinë e tij të na tregon. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu kurbanët tonë Allahu t'i pranon. Lutim Allahun Azza wa Jall që sakrificët tonë Allahu Azza wa Jall t'i ban kabul dhe t'i pranon. Pra vëllezër të ndërshëm ibadeti më i miri këtë ditë dhe madhrimi Allahut Azza wa Jall, thoni shpesh herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Para ju qof Bajrami wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.